Rrugët, dikur plot jetën të Havanës, hotelet, restorantet dhe muzet e Kubës po përballen me një realitet të ri, mungesën e turistëve të huaj. Industria turistike kubane, një nga burimet kryesore të ardhurave për vendin, nuk është rikuperuar kurrë plotësisht pas pandemisë së Covid-19 dhe këtë vit situata është përkeqësuar edhe më shumë. Sipas statistikave zyrtare, numri i vizitorëve ndërkombëtar mbetet shumë larg rekordit prej 4.75 milion turistësh të regjistruar në vitin 2018. Në muajt e parë të këtij viti, Kuba priti më pak se 330.000 vizitorë, më shumë se 50% më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kriza është thelluar nga mungesat e energjisë elektrike, ndërprerjet e shpesha të dritave, problemet me furnizimin me karburant dhe vështirësitë e ekonomisë kubane. Situata është ndikuar edhe nga masat e reja të administratës së presidentit amerikan Donald Trump, e cila ka vendosur sanksione shtesë në qeverisë kubane dhe ka paralajmëruar kompani të huaja për bashkëpunimin me persona dhe subjekte të sanksionuara. Si pasojë, disa prej operatorëve më të mëdhenj turistik dhe zinxhirëve ndërkombëtar të hoteleve kanë reduktuar aktivitetin ose janë larguar plotësisht nga Kuba. Edhe linjat ajrore ndërkombëtare kanë pezulluar një pjesë të fluturimeve drejt ishullit, duke përmendur mungesat e karburantit për avionët. Një tjetër goditje erdhi kur kompanitë e pagesave elektronike Visa dhe Mastercard pezulluan operacionet e tyre në Kubë. Bizneset lokale thonë se po ndjejnë çdo ditë pasojat e rënies së turizmit. Pronarët e kafeneve dhe restoranteve raportojnë mungesë të klientëve, ndërsa anijet turistike dhe kroçerat pothuajse nuk po ndalojnë më në portet kubane. Qeveria amerikane fajson autoritetet kubane për krizën ekonomike, duke i cilësuar ato si të korruptuara dhe jo efikase. Nga ana tjetër, Kuba argumenton se dekatet e sanksioneve amerikane janë shkaku kryesor i vështirësive ekonomike që po përjeton vendi. Ndërsa debati politik vazhdon, qytetarët dhe bizneset kubane po përballen me një realitet të vështirë ekonomik, ku mungesa e turistëve po prek pothuajse çdo sektor të jetës në ishull.